Miq Prizmës, në zgjedhjet që kaluan kishte 5200 qendra votimi dhe 15600 komisionerë. Sigurisht që përgjysëm ishin në çështjet e besimit dhe çështjet e formimit komisionerëve të kontrollit dhe të administrimit votës midis Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe të tjerëve që kishin drejtën e vëzhguesve ose njerëzve që kontrollonin procesin. Në asnjë prej tyre nuk ka dalë një vot e pa nënshkruar dhe sigurisht në asnjë prej tyre nuk ka dalë një diçka e cila të nxjerrë një vot gabim. Janë hedhur gjitha firmat, janë mbyllur gjithë procesverbalet dhe i gjithë procesi ligjërisht, jo vetëm që është sistematikisht i vulosur dhe i firmosur, por në të gjitha drejtimet çdo që të bësh, edhe kur bëhet kontrolli, ky proces ka përfunduar si konsideruari i certifikuar. Sigurisht mund të ketë kërkesa për hapje edhe për mbyllje, për kontrolle nga më të ndryshme dhe absolutisht nuk ka asgjë të madhe në këtë drejtim, por e bukura se nuk ka ndodhur në një prej tyre të kontestohet një votë e vetme ose një certifikat e vete, certifikim. Ti nëse i ve firmën aty e ke certifikuar. Pra, kemi të bëjmë me një sasi impresionante njerëzish të cilët nuk kanë bërë palës kundërshtarë dhe të palës që administron shtetin sot, majorancës. Që mund të ketë thënë që shikohen se jam dakord. Sepse e kanë dhe detyrim ligjor, që kur nuk është dakord, ai ta kontrollojnë dhe ta rikontrollojnë, që në fund ka të dalë një certifikim i përbashkët, i pranuar. Por nuk ka dalë një i tillë, sepse ata të gjithë e dinë detyrën e tyre. Dhe në momentin që është bërë dhe një veprim i tillë, sepse e kanë bërë ligjin në mënyrë të tillë, që kjo bëhet me qëllim, ai komisioner ose komisionere përballet me gjykim penal dhe mund të shkojë edhe në burg. Pra kemi të bëjmë me 5200 qendra votimi dhe 15600 komisioner të PD-s që nuk ka vendosur as kërkush një firmë për të kontestuar një vot e vetë. Po votat i konteston partia dhe Sali Berisha. Edhe nga procesi fillojnë në dalin para procesit. Pra, ajo që dua t'ju them tani është se asgjë nuk bëhet për të thënë procesi. Procesin nuk e kontrollojnë dot më, as mund ta akuzojnë dot më, sepse ka shkuar në një sofistikim të tillë sa problemi qëndron ke fakti që duhet thënë para procesit, çfarë kanë bërë para procesit. Dhe të gjitha këto janë të thëna në erë të pa verifikueshme. Duhen shumë element të thuash për shembull futi kaq njerëz në punë, që u mbushi mendjen. Po sa njerëz ka futur në punë? 200. 204 janë pas kanë bërë aq njerëz. Po këto nuk luajnë procesin. Ka bërë këtë, ka bërë mafia, ka ndërhyrë mafia, si ka ndërhyrë mafia, ku ka ndërhyrë mafia, kush janë njerëzit, thua njerëz, po se si është vepruar, pra e paragjykon deri ka shkuar në ditën e votimit. Ditën e votimit s'ke asgjë, s'ka ndodhur po thuaj asgjë, çdo certifikat e mundshme është firmosur dhe vulosur, atëherë kujt po janë kohësh, dhe ky është momenti për tu jo vetëm sqaruar, se nuk ke nevojë ti sqarosh asgjë, është sqaruar. Problemi është se nga nis, dhe kjo përbën atë pastaj që Sali Berisha sigurisht nuk e konsideron veten humbsin, e konsideron misionin. Misioni i tij është kontestimi, sepse ai sigurisht është nisur që do humbi. Ai nuk do pranonte kur humbi asnjë lloj humbje, sepse në të vërtetë ai lavdin e ka kur humb, sepse ai përpiqet dhe jeton mbi bazën e humbjes, duke ditur që ai nuk ka përfituar kurrë. Dhe ky është momenti që duhet të reflektojë. Dhe ky moment pastaj e bën atë të akuzojnë, jo vetëm ato që ka përballë kundërshtarit, po dhe ata që ka anash, poshtë, ku diun, në periferi brenda partisë tij. Për shembull nga radhët i doli doktor Ali Mehmeti, sepse ai jo vetëm që në primare u neglizhua dhe u nxorë në periferi nga Berisha, por me sa duket ai ka idenë që vetë atje kanë punuar kundër atij dhe tash i kërkon. Imagjinoni tash se bëjnë ligje të tilla që duhet të ankohet partia, jo individi. Individi duhet shkojë diku në kushtetuese, po jo në për organet ngjitur me komisionin zgjedhor, që sigurisht Berisha akuzon, po jo për doktor Ali Mehmetin.
është një knockdown, një jashtëzakonshëm, po me të cilin jeton Sali Berisha. Jeton në mënyrë të jashtëzakonshme dhe sigurisht kjo jetesë është me parimin që humbi atëherë kur them unë që kam humbur. Në asnjë moment tjetër unë nuk humb. As kërkush nga ju të tjerët nuk shohet për të bërë një analizë se ne kemi humbur. Ne nuk kemi humbur. Humbjen e shpallë dhe e pranon dhe e konsideron vetëm Sali Berisha. As kërkush tjetër nuk mund të ketë leje të thotë shikoj, ne kemi humbur, hajde bëjmë një analizë. Nuk mund ta bëjnë këtë punë sepse sigurisht nuk i lejon leadershipi, nuk i lejon Sali Berisha. Dhe në një prej këtyre marrëzive, avokati i tij, cilin e hoqi Ilir Meta, si ai ishte drejtues në leadershipin e Partisë të Lirisë, një prej atyre figurave groteske, keni parasysh me atë barkun e madh me kokën si të them tash si poç llampatinat e dikurshme që kanë qenë të mëdhaja, i cili sigurisht tash e shef të keqen brenda. E shef të keqen brenda Gjokutaj sepse ai në të vërtetë paguhet atje dhe jeton atje ku me të vërtetë paguhet më mirë, po dhe që ka interesa të jashtëzakonshme. Në çështjet që është edhe Abi, dhëndri Berishës, se vetë Berisha, është edhe Argita, ai e din se ku peshon më tepër, ku mund të marrë para më tepër. Ai e din që Berisha do harxoj para të mëdha si për të rregulluar biografitë e tij në përbot, po dhe përballet me gjyqjet. Ai po harxhon, sepse akoma ka para të mëdha dhe Gjokutaj e di këtë punë. Prandaj gati e lan hije e plasën burg Ilir Metën, dhe normalisht përse Ilir Meta u largua prej tij. Po ky tash luan rolin edhe të njeriut i cili bën edhe strategjitë brenda Partisë Demokratike. Bile Berisha po e lejon që ai të thotë ne kundërshtarët brenda partisë që duan t'i marrin, t'i bëjnë analizë Partisë Demokratike, duan t'i marrin rolin Sali Berishës, duan që patjetër Sali Berisha të ketë faje, të shpallë, si më thanë veten, pjesë të faje, të humbjes tyre, ata jo vetëm që duhet t'i shkatrojmë, si më thonë, në rrjetet sociale, edhe me fjalë, po ata dhe fizikisht duhen përzën nga partia dhe duhen luftuar. Gjokutaj bëhet gati për revolucionin, janë të dy bashkë me avokatën e famshme Kalaja, Ariana Kalaja, që janë ke forca fizike, edhe tipa këta që janë shumë të fuqishëm fizikisht, janë trimat mëdhej, si Ariana Kalaja dhe ky Gjokutaj, janë tipa që sigurisht edhe besojnë ke revolucioni, ke dhuna në përgjithësi. Dhe sigurisht ai paralajmëron që edhe kundërshtarët politik brenda partisë edhe do rrifen. Në fakt Berisha nuk është se nuk i ka rrahur, duke filluar nga 1995 dhe në vazhdim. Kush ka dalë kundërshtar, e ka vendosur përpara turmës dhe turma pastaj e ka linçuar. Tash i bën edhe avokati i tij. Normalisht edhe fizikisht do kundërshtohet, do t'i nxjerrim edhe fizikisht këta kundërshtar jashtë. I paralajmëron që ata mos guxojnë, që të veprojnë në kundërshtim me parimet që i ka caktuar të humbjes apo të fitores, të revolucionit të famshëm të tij, të partisë personale të tij, që është Partia Demokratike dhe Sali Berisha. Në fakt, deliri i tillë i një humbje të paralajmëruar bën tash nxjerr në kohën e sotme, nxjerr dhe tiparet e vërteta të një shoqërie të molepsur. Dhe sidomos të një partie të molepsur deri në atë pikë sa nuk kuptohet se si mund të bashkëtojnë njerëz që kanë disa principe morale me njerëz që janë pa moral fare. Dhe nuk po flas këtu vetëm për moralin politik, po flas për moralin njerëzor, normalisht. Një humbës, tragjikisht humbës, i cili sigurisht ju paraqet si fitore humbin e tyre gjithë farë majmunësh që e ndjekin pas për interesa jashtëzakonisht të vogla, thërmiash, por që në të vërtetë i shërbejnë kauzës së jashtëzakonshme të Sali Berishës, që është kauza e mbrojtjes familjes tij duke pasur parti personale. Dhe njëkohësisht duke i shërbyer edhe majorancës, sepse është sigurisht për kohën e sotme, si më thënë ajo beneficiarja, por në vërtet janë beneficiar të dy palët, sepse sa më tepër ata s'bëjnë zë, domethënë, dhe sa më tepër t'i bëjnë shërbim majorancës, aq më tepër mbajnë pushtetin politik si opozitë. Është një lëvizje, si më thënë, është një mirëqenie biunivoke të dy palëve.
si të them tash, është një simbioz me një të përditshme, të çuditshme, kaq të çuditshme sa neveritesh dikur edhe po e morën në analizë. Ka shumë analiza janë bërë sa jam lodhur edhe unë duke bërë analiza të tilla sepse është e pamundur të konceptohesh me njerëz që i ndjekin mbas individ të tillë, si mund të shkosh mrapa një turme të tillë, sado e vogël qoftë ajo. Imagjino të që thonë 400.000 vota dhe nuk dalin 400 vetë në protestë. Na vodhën këte, na mungojnë këto, na mungojnë ato, na i grabitin, mafja e kështë punë, sa asë kërkush në këshkon mrapa. Tashi këtë gjë e shesin për frikë, ky është vendi frikës, tu zguxojnë njerëzit, gati e shesin për Shqipërinë, narkoshtetin, tu nuk guxon kërkush. Egzagerohen në mënyrë të tillë, por këtë egzagerime bëjnë pikërisht e bëjnë për konsum të jashtëm, po të e kuptuan që jashtë si beson më kërkush as ja ve kush të neqen këtyre, edhe ata që bëjnë një fjalë për to, thonë një fjalë të mirë, të harxojmë se për Shqipëria aty është një vend i vogël. Le që kush po i dëgjon edhe ato, kush gjejnë dy idiot nëpër Evropë, kush i dëgjon ata thonë fjalën se edhe mund të paguhen. Por në përgjithësi është ajo që është konsumi i brendshëm me disa tipa të cilët sigurisht edhe nga niveli kulturor dhe arsimor nuk është se do të presësh një gjë të madhe prej tyre. Ata sigurisht kaq e kanë edhe kaq do bëjnë jetën e tyre. Dakor, miqtë e mi, kjo ishte ajo që do të trajtoja në fillim. Pastaj është Navrovski në famshëm atë drejtorin e muzeut në Poloni, i cili sigurisht me partinë e tij doli në vend të parë, shpall presidenti i atij vendi. Polakët sigurisht janë një popull i cili i kanë ndier disa lëvizje që më përpara, edhe sado që Evropa, Brukseli, burokracia në përgjithësi shtyn që të fitonte kandidati tjetër, polakët me 2%, 3% më tepër ja dhanë pikërisht këtij personi, të cilët sigurisht flitnin dikur më përpara, duke thënë që ai ishte një kickboksier amator. Në fakt harronin thoshin që ishte drejtori një prej muzeve më të nderuar të Polonisë. I ngjan pak muzeut tonë këtu, ai është muze kombëtar i jashtëzakonshëm i madh me dhëna të jashtëzakonshme, muzeu tonë të kujtesës. Aty në atë muze duken gjithë krimet që kanë bërë dhe fashizmi edhe komunizmi, po dhe çfarë ka ndodhur në Poloni si padrejtësi. Dhe ky është një historian. Këtë harrojnë ta thonë ata të Brukselit, duke e shitur sigurisht një idiot, një sovranist, një populist. Në të vërtetë kanë prekur pikat e duhura, nuk duan që Polonia të shkojë deri në atë drejtë që ka shkuar Franca, bie fjala, ose Britania e Madhe, ose deri diku Italia dhe disa vende tjera që po i ha drejtë për sa i përket kulturës edhe njëkohësisht asaj që konsiderohet demokraci, e cila po prishet e po shkatërrohet nga ndërhyrja e ultramajtizmit, woke, e globalistëve, e njerëzve të cilët sigurisht nuk kanë lidhje as me trashëgiminë, nuk kanë lidhje as me moralin kombëtar, as me moralin qytetar. Duan të shkatrojnë gjithçka, as me moralin moral. Duan të shkatrojnë familjen, duan të shkatrojnë të gjitha ato lidhje të jashtëzakonshme që ka shoqëria njerëzore e sotme, këto 5000 vjet qytetërim po themi, të cilat ata duhet të i shkatrojnë brenda nuk e di sa, një periudhë të shkurtër kohe. Edhe Polonia këtë bëri. Veproi në këtë lloj mënyre, nuk kishin zot të arrinin këtë në Rumani, po e arritën në Poloni. Nuk duhet me ngatru me socialistët tonë janë nacionalistë, nuk kanë qenë kursi internacionalistë, nuk kanë qenë kur globalistë. E majta jo nuk është kaq sovrane përsa i përket anës sociale, bile këtu pjesa sociale është shumë e diskutueshme, nuk janë fare sociale. Nuk janë se në Poloni për shembull të japin 170 euro, ja japin edhe fëmijës, derisa bëhet 18 vjeç, ja japin edhe pleqve. Pasi kanë dalë në pension, kanë surplus. Ktu as si mendon kush. Ja japin fillim një dorë parash kur lin, po pastaj nuk shoqëron kush me lek. Pra kemi të bëjmë me një perceptim të një të majte, e cila këtu duket sikur është ka emni socialiste, por nuk ka asgjë, ose ka vetëm shumë pak socialiste. Të tjera nuk i ka socialiste fare.
Tash në këtë mes polakët janë ndryshe dhe funksionon ndryshe. Ata nuk do pranonin kur që të thoshin prindi 1 e prindi 2. Ata nuk do pranonin kur që religioni i tyre të fyej, nuk do pranonin që të dhunoheshin rrugë nga të ardhurit. Nuk do pranonin kur që të vendosesh kultura e tyre edhe qytetërimi i tyre në rrezik nga falanga dhe turma emigrantësh të parregullt, sidomos të parregullt, për ta bërë pis gjithë qytetin e për të thyer edhe qytetarët aty. Nuk ta pranonin dhe nuk kanë pranuar dhe kanë bërë mirë. Polonia është një nga vendet më të mira të mundshme. Në këtë pikë tash polakët janë për tu respektuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Polonia është një vend i mrekullueshëm në këtë lloj drejtimi. Dhe sigurisht kur flas kështu, nuk është se thjesht lexoj, po i kam edhe për njerëzve të mi që kanë lidhje me Poloninë dhe që ma sqarojnë në mënyrë të jashtëzakonshme sistemin shkollor të tyre, për kujdesin që kanë, mirësinë, qytetërimin e jashtëzakonshëm që kanë, mundësitë, çmimet që kanë, jetën e mirë që bëjnë. Pavarësisht se edhe atyre ju kanë ardhur të huaj, po ata janë treguar të kujdesshëm. Kufit nuk i kanë të lirë, absolutisht ja, të kontrollojnë edhe kur të gjejnë të largohen pastaj. Por në fundit ju kanë hyrë shumë ukrainësa. Nuk është se nuk në gjendet e luftës, sigurisht edhe ato bëjnë një lloj çrregullimi të po themi të qytetërimit. Megjithatë, janë të zotë t'i kontrollojnë edhe të mos ta lëshojnë shtetin në duart e emigrantëve dhe njerëzve, sidomos brezit dytë tyre që është jashtëzakonisht agresiv. Të dytë e tretë, sikundër janë bie fjala në Gjermani dhe në Francë. Gjermani, Francë dhe Britani është e keqja e madhe e trajtimit të tyre. Tash sapo pash një postim të Matteo Salvinit që në Berlin, në një prej atyre shtatoreve nudo që po themi, një Venera nuda, e kishin hequr sepse ajo seksiste sipas teorive woke, sipas teorive të ylberistave, të gay pride-it dhe të marrëzireve të tilla pa moral. Këta që thonë prindi 1, prindi 2 dhe transgender. Kjo ishte seksiste sipas tyre. Dhe imagjino tash një kryevepër botërore, këta konsiderojnë seksiste dhe duhet ta largohen prej atij. Shpeshherë ka ndodhur që ta thyej. Thyej duke i kërcyer përmbi monumente dhe statuja të herojve të dikurshëm, duke i konsideruar ata heroj të gabuar, thyen duke bashkuar flamuje dhe himne nga më të ndryshmet. Imagjino kam parë në Itali duke kënduar edhe Bella Ciao, që është e partizanëve italian, edhe himnin e Palestinës, duke ditur që palestinezët në kohën e fashizmit ishin me fashizmin dhe me nazizmin, ishin me sterminja, duke ngatruar gjëra të tilla në mënyrë të jashtëzakonshme dhe duke shkatruar edhe identitete. Në këtë mënyrë tash është bërë një mishmash kaq i madh në Evropë, sa është zor të japësh rrugën e duhur në këtë lloj drejtimi. Sigurisht çështjet e emigracionit janë çështje të jashtëzakonshme dhe po ashtu është edhe ke ne. Largimet kanë ndodhur gjithmonë dhe largohen për një jetë më të mirë. Edhe po ta shohësh kështu, edhe nga fshatrat që largohen, është sepse shumë pjesë të rinisë aty në fshate shohin veten të humbur. Nuk duan të punojnë si prindrit e tyre, nuk duan të nënshtrohen punës dhe më mirë largohen. Aty mbeten vetëm pleqt. Dhe kjo është e drejta e tyre, sigurisht, por mos thonë që ata nuk mund të jetojnë me resurset që ka fshati. Pastaj pse i përdor politika, duke thënë që shiko, është qeveria nuk mund t'i japi me hangrat, ne kanë tokën, kanë gjithçka, por nuk duan të punojnë. Atyre, po, një pjesë të madhe shkojnë të punojnë tokat, sepse në Greqi do punojnë tokat e grekëve, në Itali tokat e italianëve, ose diku në punë, por sigurisht do të jenë në qytetërim. Dhe ajo që i bën përtikur është dalja në qytetërim, demonstrimi në qytetërim. Ky është momenti. Dhe sigurisht pastaj do të lejnë atë vendin e mrekullueshëm të tyre, do të vënë ato tokat e mrekullueshme, do t'i lejnë, sepse nuk duan të punojnë në vendin e tyre. E shohin vendin veten të humbur. Kjo është një nga ato mrekullitë e mëdha, por shqiptari në fakt kur del jashtë nuk është kundra vendit atje. Kur shkon në Itali nuk janë kundra Italisë, kur shkojnë në Gjermani shqiptarët nuk janë kundra Gjermanisë. Kur shkojnë në Francë nuk janë kundra Francës, kur shkojnë në Belgjik nuk janë kundra Belgjikës, kur shkojnë në Britani nuk janë kundra Britanisë. Të tjerët janë aty kundra.
vinë nga vendet të ndryshme dhe janë kundra. Bine kulturën e tyre, religionin e tyre dhe janë kundra. Thyen, shajnë, poshtrojnë, grabisin, shqiptarët për fat nuk janë tillë. Dhe kjo është që duhet të them, është dëshira për të dalë, po jo dëshira për të dhunuar vendin e tjetër. Dakord, miqtë e mi, ja këto kisha për biseduar me ju.